الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbulltirës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht të përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën biografia e Uthman bin Affan radiallahu anhu. Vëllezër të dashur, përmendja e shembujve, përmendja e historive, padyshim është një metodë jashtëzakonisht e mirë për të reflektuar. Më së miri këtë na mëson Kur'ani famulart, ku vetë Allahu 1/3 e Kur'anit e ka shpallur, çfarë ka shpallur? Tregime historish. Pra, ka treguar historitë e njerëzve dhe popujve. E pasi që 1/3 e Kur'anit është histori, padyshim edhe ne duhet t'i mësojmë historitë e njerëzve që kanë sakrifikuar, me vetmin qëllim që ne të mësojmë prej tyre, të motivohemi prej tyre dhe të reflektojmë. Për atë, sot inshallah taala do të jetojmë këtë kohë të caktuar në hijen e biografisë një njeriu jashtëzakonisht të veçantë, shok të Muhamedit alayhis salam, pra Uthman bin Affan. Uthman bin Affan, ju vëllezër të dashur, është një shenjë e shenjave të Allahut në tokë. Ai është khalife prej khalifeve të drejtë pas pejgamberit alayhis salam, pra udhëheqëve të drejtë pas pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ai është vërtet një shembull që ne duhet shpesh ta përmendim biografinë e tij, që të marrim mësim e shembull nga sakrifica e tij, nga jeta e tij, që edhe ne të bëhemi të tillë se hiç nuk ka qenë më ndryshe prej neve, edhe ai ka qenë si ne, njeri si gjithë njerëzit. Po pozita e tij te Allahu i lartësuar, me veprën që e bëri, atë e ngriti ku edhe sot e pas 1400 viteve përmendet, edhe ne këtu e përmendim dhe do të përmendet derisa të përfundoj e gjithë kjo botë. Pse gjithë ki nder, pse gjithë ki respekt, pse i gjithë kjo histori vetëm një arsye. E vetë një arsye është sa e vërtet ishte shembull, ishte shenjë e pastërtisë së zemrës, edhe veprave të pastërta të gjymtyrëve të tija. Ky sahab lindi 6 vjet para vitit të elefantit. E pranoi Islamin në duart e Ebu Bekrit radiallahu anhu dhe ishte nga të parët që e pranoi Islamin. Pejgamberi alayhis salam e martoi Uthmanin radiallahu anhu me vajzën e tij Rukijen. E martoi me vajzën e tij Rukijen.
Pasi vdiq, ndroi jetë Rukia, vajza e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pejgamberi alayhi salam paramendoni këtij njeriu Uthmanit radiallahu anhu, ja martoi edhe vajzën e tij të dytë, Ummi Kulthumin. Vajzën e tij të dytë, Ummi Kulthumin. Për atë nga nofkat, nga pseudonimet e Uthmanit radiallahu anhu ishte edhe Dhinnurein. Uthmani radiallahu anhu njifet ndër muslimanet edhe si Dhinnurein. Çfarë është Dhinnurein? Poseduesi apo zotëruesi i dy dritave. Zotëruesi i dy dritave. Pse zotëruesi i dy dritave? Se ishte i vetmi që përmendin historianët, i cili ka martuar dy vajza të pejgamberëve të Allahut të lartësuar. E dy drita pra janë dy vajzat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Rukia dhe pastaj edhe Ummi Kulthumi. Ndërsa pejgamberi alaihi salatu wassalam shpesh në hadithet e tij na ka treguar vlerën e këtij personaliteti të shquar. E ka treguar shpesh dhe ka folur shpesh për këtë kolos për kolosëve të Islamit. Për çfarë? Për arsye të veprimtarisë së tij. Për atë inshallah taala të dëgjojmë veprat e tia, e dashtë Allahu të bëhemi si ai. Në një hadith pejgamberi alayhi salatu wassalam çfarë thot? Ela estahyi min rajulin testahyi minhu al-malaika. Paramendoni o vëllezër. Paramendoni. Thot, atë mos turprohem unë nga një njeri nga i cili turprohen edhe melekët. La ilaha illallah. A mund të paramendoni kush është Uthmani radiallahu anhu? E si të mos turprohem unë nga një njeri nga i cili turprohen edhe vetë melekët. Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke na treguar, duke na rrëfyer vlerat e këtij personaliteti të shquar të historisë islame, shok i pejgamberit alayhis salam, ai çfarë thot? Wa bashirhu bil jannah ala balwa tusibu. E ka përgëzuar me xhennet për në dunjë Uthmanin radiallahu anhu, subhanallah. A ka më të veçantë se kjo? E ka përgëzuar prej në dunja me xhennet. Pra ka garantuar xhennetin. Kjo është pozita më e lartë që mundet me arrit një njeri. Pra t'jep garancion se ti nuk do të devijosh, ti do të jesh i mirë, i sinqert, vepër mirë gjatë gjithë jetës tënde dhe do të përfundosh në xhennet. O vëllezër, ju lutem, hajde jetojmë pak me shpirt me këto fjalë që ne zbashku i flasim. I përgëzuar me xhennet për në dunjë. Si unë e ty ka qenë, hiç më ndryshe. Hiç më ndryshe. Thjesht ka punu më ndryshe. Vetëm kjo e ka bërë veçantë. Çfarë tha pejgamberi selam? Wa bashirhu bil jannah. Tha, përgëzoje kënd Uthmanin radiallahu anhu bil jannah, me xhennet për në dunjë. Pse? Ala belwa tusibu, me një sprov që do ta godes atë. Uthmani radiallahu anhu pra është një nga 10 të përgëzuarit me xhennet prej në dunjë. Është një nga khalifët, 4 khalifët e drejt pas pejgamberit alayhis salam. Pra Uthman bil Affan
el-Kureshi, el-Umewi. Kur e cilësojnë historianët dukjen, pamjen e këtij njeriu të veçantë, thuan që shtati i tij nuk ishte as shumë i lartë, as shumë i ulët, as shumë i mbushët, as shumë i dobët. Kishte fytyrë të bukur, ngjyrë të bardhë në të kuqe, mjekër të shpeshtë dhe të madhe. Njeri me buzëqeshje shumë të bukur. Ky sahabi, shok i pejgamberit alayhis salam, kishte qëndrime madhështore që dëshmonin për vlerën e tij dhe mbështetjen e tij ndaj Islamit. Ky sahabi, Uthmani radiallahu anhu, i bëri 2 migrime, 2 hijrete, 2 shpërngulje. Edhe shpërnguljen e parë për në Abisini, Etiopi, dhe të dytën kur u shpërngulën muslimanët për në Medine. Ai është nga ata të cilët e pregatiti, Uthmani radiallahu anhu e ka pregatit çfarë? Ushtrinë e cila u emrua me emrin Usra, vështirësi. Kush është kjo? Ushtria për në luftën e Tebukut. Pse vështirësi? Se ka qenë në Ramazan, ka qenë në nxehtë, e kështu me radhë për atë. E kush e përgatiti këtë ushtri? E përgatiti vetë Uthmani radiallahu anhu. Po ashtu, ai mori pjesë në zgjerimin e xhamisë së pejgamberit alayhis salatu wassalam. Po ashtu edhe në tubimin e mushafit që e kemi sot, tubimin e Kur'anit, në një mushaf që e kemi sot, është bërë në kohën e tij dhe është shkruar me shkrimin e tij. Gjithë mushafet sot që i qelim, ati shkruan, dhe me thonë, me shkrimin e Uthmanit radiallahu anhu. Pra e shifni kush ka qenë ky kolos. Pejgamberi alayhis salatu wassalam, duke na shpjeguar peshën e këtij buri të madh, që edhe ne të bëhemi si ai, se e përsëris do ta përsëris, s'ka pas ndryshe. Vetë zemrën e ka pas më ndryshe, shumë të pastërt, edhe punët i ka pas shumë, dhe me thonë, të pastërta. Ky ka qenë dallimi dhe arriti këtë gradë. Pejgamberi selam thot kështu: Ja Uthman ibn Affan radiallahu anhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam bi 1000 dinar fi kummi hina jahhaza jaysh al-usra. Pra, kur e transmetojnë sahabët, kur e përshkruajnë sakrificën e tij dhe përgatitjen e tij për ushtrinë e vështirësisë, usra. Çfarë thot Uthmani radiallahu anhu bi 1000 dinar, e vështirësisë e vështirë, kështu quhet në histori kjo luftë. E tham, Ramazan, krizë, luftë me perandorinë romake, perandoria më e fuqishme, kur e krahasojmë me muslimanët, një grusht i vogël, pra vështirësi nga gjitha anët, për çfarë quhet edhe në histori lufta e vështirësisë, lufta e vështirë, usra. Amën ai janë gjiti dorën, Uthmani radiallahu anhu. Erdh me 1000 dinar, 1000 dinar, edhe i lëshoi në prehrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده. Edhe mori pejgamberi selam, edhe i rrotullonte ato 1000 dinar me duart e ndershme të tija. ويقال, edhe tha, ta shohim: Ma darra Uthman ma amile ba'da al-yawm, subhanallah. Asgjë, e të thonë për strati, asgjë nuk do ta dëmtoj Uthmanin pas kësaj që bëri sot. Aq shumë e vlerësoi Allahu sa që edhe gjina që do t'i bëne, kjo do t'i mbulone. Pra ky ishte Uthmani, kjo është vepra e tij, edhe kjo ishte fitoria e tij.
E qtash, çdo njani le të kujtohemi, insha Allah, se ku jemi ne nga këto shembujt. Atë sa gjë ngjajmë, aq të fitojmë. Kjo është fakt. Zuhriu ka thënë, Osmani pajisi ushtrin e Tebukut me 1000 deve. Subhanallah. Subhanallah, o vëllezër. A mund të paramendoni? 1, 10, i ka pasurit vetat, edi? Pasurit vetat. 1, 10, 100, 1000 deve, o vëllezër. La hawla wa la quwwata illa billah. Na mund të japim një bik, shembull për Allah, nëse kemi që merremi kafsh. Shash sa rrotullon dikun 3-4 mijë dollar një deve. 1. Nuk e ka dhënë 1. As 10, as 100, 1000. Deve ka thonë po këto për Allah. 1000 dinar për Allah, mbathje, pajisje, krejt e zbrazi tregtin e tij, se ka qenë shumë pareli ka qenë, Uthmani radhiyallahu anhu. E zbrazi krejt ato rezervat, krejt ato depot që fitonte, bënte tregti, dhe 60 kuaj. Dhe 60 kuaj. Për atë pejgamberi sa më thot, shahidtu dare hina ashraf alehim Uthman radhiyallahu anhu. Pra vërtet, ka qenë njeri special, i veçantë. Dhe, kur i erdhi Osmanit, radiallahu anhu, fundi i jetës së tij, ndodhi fitne, sprov, një trazir, që ka paralajmëruar edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam për këtë trazir. Ndodhi ajo që nuk duheshte të ndodh. Osmani radiallahu anhu u rrethua në shtëpinë e tij, nga kundërshtarët që ishin të porositur për vrasjen e tij. Dhe ndodhi ajo që ishte porositur, ja rrethuan shtëpinë, edhe deshën ta vritnin Osmanin radiallahu anhu. Çfarë ju tha? Tha, a mund të ma thirrni filanin edhe filanin? I përmendi me emra. Tha, po. Erdhen ata, që dhe ti shohësh, të revoltuar, nervos në fytyrë, se ajo devja kur qoroditet, ose si gomari kur qoroditet. Edhe ju tha kështu, në prani të familjes edhe ata që ishin ati. Çfarë u tha? Shahidtu dar hina ashrafa alehim Uthman radiallahu anhu, tregon transmetuesi i kësaj ngjarjeje, thot isha prezent kur e rrethuan Uthmanin radiallahu anhu. I thiri ata dhe ju tha, unshudukum billah hel ta'lamuna anna Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qadima al-Medina. Tha, shifni këtu, ato dy që e njifnin dhe që i njifte dhe që ishin me të. Çfarë ju tha? Ju bëj betim në Allah, ju tha atyre, ju bëj betim në Allah, që do të flisni për hir të Allahut dhe do të dëshmoni për hir të Allahut. Tha, a është e saktë që kur erdhi pejgamberi alayhi salam në Medinë, wa laysa biha ma'un yusta'dhabu ghayru bi'ri Ruma, dhe se nuk kishte në Medinë, ju lutem, të jetojmë me këto fjalë, a jemi bashkë me mu, të jetojmë, do të kemi shkuar çështë Medinë në kohën e pejgamberit me Uthmanin, atë jetojmë. Tha, a ishit ju prezent në Medinë kur s'kishte ujë të pishëm në Medinë, përveç një bunari
i cili quhet Rume, çfarë thanë? Thanë, po, ashtu ishte. Kal, men yashtari bi'r Rume feyaj'alu dalwahu fiha ma'a dila'i al-muslimin. A nuk tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, a ka prej jush dikush që do ta blej këtë bunar dhe ta bëj vakëf për muslimant, që kova e ti tjetë bashkë me kovat e muslimanve. E ky bunar i vetmi që ishte në Medinë, që gjithë Medinja pinin nga aj, ishte pronar i saj një jahudi. Edhe ai vashite atë dhe gjithmonë e shtrentonte, si donte ai, punonte. Edhe çfarë ndodhi? Tha për selam, a ka dikush që e blen dhe e len vakëf këtë bunar? Çfarë tha Osmani radiallahu anhu? Për arsye të kohës ta bëjmë vetëm shqip mësimin. Çfarë tha Osmani radiallahu anhu? Unë ja Rasulullah, i nxori paret, e blejti dhe e la vakëf. Tha, a jeni ju dëshmitar për këtë vepër që unë e bëra? Çfarë i thanë këto që e kishin rrethuar dhe e donin vrasjen e tij? Tha, po, tha, jemi dëshmitar, kështu është e vërtet. E ju sot më ndalni të pi ujë nga aj burim dhe më jepni ujë të njelmët, ujë deti, se jepni të pi ujë deti, Osmanit radiallahu anhu. Ashtë e drejtë. Për hir të Allahut që kërkoj, tha, të dëshmoni, a isha unë që e përgatita ushtrin e luftës së ashpër që e përmendëm? Kalu Allahumme naam. Tha, po, tha, dëshmoj për hir të Allahut që ti ishe ai që e përgatite. Atëherë tha, kal, anshudukum billah wal islam, hel ta'lamun anna al masjid daqa bi ahli? E treta, të ju pis për hir të Allahut çtash. A ishit ju dëshmitar kur xhamia u bë e vogël? Edhe pejgamberi alayhi salam nuk na merrte xhamatin. Dhe pejgamberi tha, kush do të blej tokën atyre që ishin afër? A nuk e blejta unë edhe e dhash për xhami tokën? Tha, po, tha, që ashtu është, tha, ti isha ai që e bëne këtë? Tha, a jeni dëshmitar për fjalën e pejgamberit alayhi salam, kur unë isha së bashku me Omerin, Ebu Bekrin dhe Resulullahun në një kodër afër Minas, dhe kur filloi të dridhet kodra dhe fillon të bien gurzit dhe i ra me këmbë pejgamberi alayhi salam asaj kodre dhe i tha, qetësohu se tek ti ka një pejgamber, ka një të sinqert që është Ebu Bekri dhe ka 2 shehida. A shifni se ju doni ta realizoni dhe doni që mu të mvritni për hir të Allahut dhe unë të shkoj shehid? A dëshmoni për këtë? Tha, dëshmojmë. Atëherë tha, ja Allah, unë dëshmoj se këto dëshmuan se unë jam i pastërt. Edhe ata dëshmuan, po përsëri, o vëllezër, ngritën armën dhe vran Othmanin radiallahu anhu në vitin e 35 të hijretit, edhe pse ky burr kishte mundësi të i thirë sahabët i dalin në mbrojtje. A e dini pse nuk i thiri? Vetëm që të mos derdhe gjak të muslimant. Tha, do të shkoj unë e të tjerët mos derdhin gjak. Vlera e Othmanit radiallahu anhu është shumë më e madhe se që e sqaruam sot. Po, nëse dëshojmë të marrim mësim, besoj që kjo që u tha për Othmanin radiallahu anhu është e mjaftueshme që ne të reflektojmë nga kjo që u tha, të marrim mësim për sakrificën e tij, të ngjajmë atij
e ti marim edhe vlera si që i mari aj. E përsëris, aj nuk ishtë ndryshe nga ne. Hiq, njëri ka qenë si ne. Një dalim ka pas. Zemrën e ka pas shumë të pastërt, nga inati, xhelozi, hakmarrja, ka pas të mbushur me dashuri, optimizëm, tolerancë, falje, edhe veprat i ka pasur shumë të pastërta. Kjo është vetëm një rrugë që të fitojmë kënaqësinë e Allahut, suksesin në dunjë dhe në ahiret. Nëse shumë edhe ne të jemi të tillë, le të ngjajmë atij. Nëse Allahu xhaleshanu me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, na bëj neve ja Allah, bëri fëmijët ton, bëre rinin ton nga ata të cilët lexojnë për yjet e tyre, lexojnë për koloset e tyre, si Uthmani radhiyallahu anhu dhe çifti i tij, që edhe ata të bëhen të tillë, se nuk ka sukses, nuk ka ndryshim përveç se në atë formë dhe në atë rrugë. Allah na bën edhe neve ashtu siç e bëre rrugën e Uthmanit dhe shokëve të tij. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.